në studio në këtë pjesë jemi me ginekologen e njohur Eda Bylikbashi. Mirë se erdhe. Doktoresh Eda, faleminderit që jeni sërish në studio me ne. Në fakt do të flasim për një temë shumë interesante dhe për këtë arsye deshëm që doktoresh Eda të na shpjegonte më mirë edhe për ta kuptuar, sepse do t'i referojmë një studimi në kolegjin Swarthmore, është mjeku Scott Gilbert, biolog zhvillimor i cili e ka realizuar atë dhe që ka arritur në disa konkluzione shumë interesante që na tërhoqën vëmendjen. Bëhet fjala për momentin e fekondimit. Kemi dëgjuar gjithmonë atë historinë që ai spermatozoidi më i shpejt, më atlet arrin në finish dhe është pikërisht ai që fiton garën. Përcakton fiton garën dhe është 1 në 1 milion ose në disa miliona, si thuhet gjithmonë. Por në fakt me sa duket ndodh ndryshe sipas shkencës së sotme. Nuk është spermatozoidi që zgjedh vezën, po që nga veza që tërheq spermatozoidin dhe e përzgjedh atë. Kështu që unë dua që ta sillim fillimisht të studim për teleshikuesit të përmbledhur dhe më pas me doktoresh Edën për ta kuptuar më shumë çfarë thot konkretisht edhe si ta kuptojmë ne. Ndjekim. Çdo çift që planifikon të zgjerojë familjen e tyre, është gjithmonë i bindur se spermatozoidet vrapojnë drejt vezës. Le të fillojmë nga fillimi. Të gjitha spermatozoidet gati, veza në gjendjen e saj më të shëndetshme dhe ja ku fillon gara. Siç na është mësuar në shkollë, miliona spermatozoid drejtohen drejt një qelize të vetme, vezë. Kur një X takon një X është vajzë dhe kur një X takon një Y është djalë. Vezët takohen me spermatozoidet dhe ndodh fekondimi, formohen foshnjat, e thjesht, jo tamam. Njihuni me nocionin e receptivitetit femëror ose lirisë së zgjedhjes për gratë, duke u ngushtuar mëtej, vezët femërore në të vërtet zgjedhin. Siç shpjegohet nga Scott Gilbert, biolog zhvillimor në kolegjin Swarthmore, veza angazhohet në një dialog me spermatozoidet në vend që t'i bllokojë ato. Pra, fekondimi nuk është në të vërtet një pushim, por më shumë si një garë drejtë. Spermatozoidët lundrojnë pranë vezës, ama ajo përzgjedh atë më të përshtatshmin në momentin më të përshtatshëm. Ky ishte materiali, në fakt si ta kuptojmë këtë dhe çfarë efektesh ka e gjithë kjo? Çfarë ndodh në fakt në procesin e fekondimit? Si ndodh? Ishte një lloj shpjegimi shumë interesant, megjithatë jo të gjithë arrin ta kuptojnë sepse janë gjëra shumë teknike. Atëherë deri vonë është besuar që normalisht ato milionat e spermatozoideve që vraponin pas një marrëdhënie seksuale në traktin genital tek tubat e fallopit ishin në garë për të kapur vezën e radhës, atë folikullin dominant dhe thuhej që veza ishte në pritje për të kapur spermatozoidin e radhës për të fekonduar. Ndërkaq, studimet që normalisht edhe e dëgjuam, tregojnë që nuk është më ajo gara e çmendur në thonjza e spermatozoideve për të kapur vezën e radhës, por është pikërisht veza ajo e cila me qetësinë dhe maturitetin e vet, se kam qejf ta them në aspektin të përzgjedhi atë spermatozoid i cili është i duhuri. Do të shpjegoj pak, në ditën e 12 deri 16 të ciklit, çdo femër ka atë folikullin dominant që brenda shohëmi është veza e radhës. Dhe normalisht presupozohet që këto janë ditët fertile që arrihet shtatzania. Momenti që bëhet kontakti, kjo vezë e radhës është gati për të fertilizuar, ka përreth një shtresë qelizore e cila është si barierë për të selektuar pjesën e spermatozoideve që do hynë për ta fekonduar, dhe ndërkaq prodhohen disa impulse kimike të cilat kemotaksis quhen këto, të cilat bëjnë përzgjedhjen e spermatozoideve, pra krijojnë një lloj ambienti të përshtatshëm për të përthithur një numër të caktuar spermatozoidesh. Por edhe nga ato pak që janë përzgjedhur, që janë më të mirët, pra duhet të kenë një lloj të kalojnë të barierën e shtresës qelizore e cila mbron vezën, dhe ndërkaq duhet të ketë dhe përputhje citohistokimike që normalisht të arrin që të bashkohet dhe të bëhet fuzionimi i dy membranave të vezës dhe spermatozoidit. Pra, normalisht nuk është që niset me vrap spermatozoidi dhe çfarë gjen përpara e fekondon. Jo, do kaloj ca bariera. Dhe studimi shkon më tutje, sepse normalisht ne tham pjesën e parë të studimit që ka bërë biologu i madh Gilbert, që në 2020 dhe që vazhdon, tregon që normalisht veza shkon deri aty sa arrin
të selektoj spermatozoidet që janë dhe cilësisht të mira. Dhe në qoftë se rastësisht ka shpëtuar ndonjë spermatozoid që nuk ka qenë cilësisht e mirë, nuk arrin dhe nuk e le që të ndodhë ndarja qelizore për të vazhduar për të formuar embrionin. Do me thënë, është perfekcion dhe sa më shumë e dëgjon dhe sa më shumë kupton se çfarë ndodh, na bën që ne të kuptojmë që ne jemi thjesht vëzhgues, ne kuptojmë se çfarë ka bërë natyra, sepse i ka sistemuar të gjitha në një lloj mënyre që të lë të çuditur. Absolutisht. Si përkthehet kjo për sa i përket gjinisë, sepse në fakt kemi dëgjuar edhe këtë historinë në familje të cilat dëshirojnë një gjini të caktuar, kryesisht kur bëhet fjala për gjininë maskullore, duan trashëgimtar djem, dhe gjithmonë në fakt është akuzuar gruaja për pamundësinë për të bërë djem. Por në fakt atë genin Y e kanë meshkujt që përcakton gjininë maskullore, e kanë spermatozoidet. meshkujt. Pra normalisht ovumi veza është XX dhe normalisht nga pjesa se çfarë fekondon X-in apo Y-in të spermatozoidi, ajo është përcakton gjinin e fëmijës. Dhe ne historikisht, unë mbaj mend që në fillim të karrierës time, kur mërziteshin meshkujt dhe thoshin po ne deshëm djalë se kemi vajza, dhe ne kemi si shpreh dhe ju themi, çfarë keni dërguar, çfarë keni porositur, normalisht do ju vi. Sepse varet nga pjesa se çfarë spermatozoidi fekondon vezën, sepse ne vërtet themi që veza është selektive, po nuk seleksionon gjinin do jetë X apo Y. E seleksionon në nivel genetik për pjesën e mirëqenies dhe prandaj quhet selektivitet natyral. Pra, sepse veza ka posibilitetin ose ka tendencën të zgjedhë ato spermatozoide të cilat nga ana genetike janë më të mirët e mundshme. Deri këtu shkon. Nuk po diskutojmë pjesën që do zgjedhë X-in apo Y. Jo, nuk ka preferenca, jo. Ai ka të bëjë pastaj se cilë spermatozoid kanë vrapuar atë ditë, ato që kanë X-in apo Y, më të fuqishëm për vrapuar. Kjo është e gjitha. Sepse ka të bëjë edhe me pjesën e ditës kur kanë arritur spermatozoidet për të fekonduar vezën. Sepse normalisht spermatozoidet që përmbajnë X-in janë pak më të ngathët, spermatozoidet që përmbajnë Y-in janë më të shkathët. Dhe në qoftë se ka ndodhur kontakti ditën që veza ka arritur maturitetin e vet maksimal, atëherë mund të ndodhi që të kapet Y-i. Pra, por jo se e zgjedh veza Y-in. Ka goditur që ato që përmbajnë Y-in kanë vrapuar atë ditë, pra e themi në kuptim figurativ për ta kuptuar dhe publiku, për të ndodhur fekondimi. Ndërkohë kishte edhe një moment tjetër që duhej diskutuar, sepse ishte interesante që vjen, le të themi, si analizë e këtij studimi. Bëhet fjala për një substancë që lëshon veza në momentin e përzgjedhjes. Kjo është ajo që thash. Janë këto ndodhin reaksione kimike, pra kjo ka të bëjë me kompatibilitetin, sepse në krye e thash që veza prodhon kemotaksis, që është molekule e cila tërheq spermatozoidin i cili do ndodh fekondimi, por momenti që i afron rreth membranës së vet, nuk e lejon të fekondohet derisa bindet që kemi kompatibilitetin histokimik. Pra, tek folikuli brenda, te likuidi që është veza e radhës, ndodh që nuk ka kompatibilitet me spermatozoidin i cili po pret matan membranës, matan derës për të fekonduar. Dhe kjo është arsyeja që shumë paciente mund të kenë jetë seksuale, pra kanë një marrëdhënie të parë që nuk kanë pasur fëmijë dhe në një marrëdhënie të dytë ndodh që ka fëmijë normal fare, sepse ka të bëjë me kompatibilitetin. Pra, edhe shpjeguar në atë gjuhën që ne nisëm pak si prallë në atëre kompatibilitet e thon për puthshmëri. Nuk e zgjedh fare apo thjesht nuk ndodh mes tyre fekondimi. Veza nuk e lejon fare, më të caktuara. Nuk e afron. Do të thënë, veza përpos faktit që prodhon kemotaksis, që është molekul kimike që afron spermatozoidin të fekondoj, përpos faktit që përzgjedh nga ana histokimike për të qenë të sigurt që ka kompatibilitet, pra përputhshmëri, gjithashtu bën një rrymë të madhe elektrike, po e them rrymë, do të thënë elektricitet të shprehur në ato momente përreth vetes, me idenë që të largojë spermatozoidet e shumta, sepse mund të ndodhi që mund të çajnë membranën shumë spermatozoide. Dhe kjo është ideja që janë të përgatitura hap pas hapi të gjitha hallkat përgjatë një fekondimi, që të ketë posibilitetin vetëm një spermatozoid. Në momentin që s'ka kompatibilitet për puthshmëri, atëherë sigurisht që nuk kemi dhe fekondimin. Kjo shpjegon dhe arsye rudin të fakteve edhe kur bëhet fekondimi in vitro, sepse ndryshon komplet pjesa e të menduarit, sepse njerëzit thonë që mirë nuk ngela shtatzan, sepse unë bëra
pata jetë seksuale normale, nuk pata shansin, do kaloj në riprodhim të asistuar. Por në fund të ditës, është pikërisht kjo ovum, kjo veza juaj, është pikërisht spermatozidi i partnerit, të cilët tentohen në mënyrë artificiale të bashkohen, por prap kompatibiliteti është i njëjti. Dhe këto janë arsye që ndonjëherë krijojnë dhe themi ne u krijuan embrione të mirë apo nuk u krijuan embrione të mirë. Isha e qartë? Pra edhe në këtë rast ndodh e njëjta gjë. Biles bashkimi ndodh le të themi ndodh bashkimi artificial, por prap nëse nuk kemi atë përputhshmërinë, cilësia e embrionit nuk është e dura dhe këto janë ato raste të cilat nuk kanë suksese ato fekondimet in vitro. Sërish është veza, po pra, ka të bëjë pjesa duhet në këtë rast. Ai thjesht realizon bashkimin e tyre. Biles është parë që studimet vazhdojnë, sepse bioteknologjia ka ecur, gjenetika gjithashtu dhe sigurisht është parë që janë proteina specifike që ndodhen te spermatozoidet dhe tek vezët. Izumonim duket edhe juno tek, pra njëri tek spermatozoidi, tjetra tek ovumi, tek veza, të cilat janë përgjegjëse për ndodhjen ose jo të fekondimit. Dhe në qoftë se mungon kjo protein, respektivisht tek njëra apo te tjetra, atëherë është e sigurt që nuk kemi fekondim. Dhe kjo është era e re, pra kjo është risi me thënë të drejtën, dhe kur e lexova thash, wow, sa shpejt ecin gjëra, do me thënë ecën inteligjenca artificiale, bioteknologjia, gjenetika, pra me ritme galopante. Dhe kjo është era e re që po diskutohet dhe për kontraceptivët e rinj, Rudin. Pra në qoftë se diskutohet që kontraceptivët i kishim thjesht me estrogen dhe me progesteron, tani diskutohet për të parë thjesht prezenca ose mos prezenca e këtyre proteinave te spermatozoidi apo tek veza, që normalisht na pengon fekondimin dhe përjedhoj riprodhimin. Shumë interesante. Mirë, unë dua ta mbyll këtë bisedë në fakt edhe me një pjesë sërish nga deklarata e mjekut të Scott Gilbert. Ai thot, pasi shpjegon pra se si ndodh në gjuhë shumë të thjeshtë dhe shumë bukur, pak si një histori, sikur po lexon një histori mes personave, thot, s'ka asnjë mundësi të dytë, thot, asnjë përzgjedhje rezervë, është vetëm ai që ka zgjedhur ajo. Pra ai ja jep fuqinë vezës. Dhe në fund ajo ka gjithmonë të drejtë. Përzgjedhjen. Dhe finalja perfekte, thot, spermatozoidi është praktikisht qeliza më e vogël e trupit të njeriut, kurse veza është qeliza më e madhe e trupit të njeriut. Kush e ka pasur gjithmonë kontrollin? Ajo. Gjithmonë ajo. Është koha që ta tregojmë siç duhet këtë histori. Riprodhimi nuk është garë. Riprodhimi, thot, është bisedë dhe ajo ka gjithmonë fjalën e fundit. Shumë e bukur kjo. Shumë e bukur. Doktorin Shela, unë falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit dhe juve. Edhe falenderit shumë për këtë informacion, se janë gjëra interesante dhe na bëjnë kurioze për ditur më shumë. Falenderit juve. Për të mbarë dhe të presim sërish në studio. Falenderit. Kemi publicitet, kemi pas pak. Ikëm.